cilën gjë nuk ka dyshim. E mund të jetë më i vërtet se Allahu në thënie. E çka është me ju që në çështjen e munafikëve jeni dy grupe, derisa për atë që bën, Allahu i përmbysi ata. A mos doni ta vini në rrugë të drejtë atë që Allahu e ka humbur? Për atë që Allahu e ka humbur, nuk do të gjeni rrugë. Ata dëshirojnë që edhe ju të mos besoni sikurse nuk besuan vetë dhe bëheni të njëjtë. Mos zini miq prej tyre derisa ata të shpërngulen si ju për hir të Allahut, e nëse refuzojnë, atëherë kudo që t'i gjeni, kapni dhe mbytni dhe prej tyre mos zini as mik as ndihmës. Përpos atyre që strehohen të një popull me të cilin keni marrëveshje, e ju u vjen rënd të luftojnë kundër jush ose kundër popullit të vet. Sikur Allahu të donte, do t'ju jepte atyre fuqi e pushtet mbi ju dhe do t'ju luftonin. Në qovë se ata tërhiqen prej jush, nuk ju luftojnë dhe ju ofrojnë paqe, atëherë Allahu nuk ju lejon rrugë luftë kundër tyre. Ju do të hasni në të tjerë që duan të sigurohen te ju, duke u paraqitur si besimtar, dhe të sigurohen te populli vet si jo besimtar. E sa herë që thirren kundër jush i përgjigjen thirrjes. Në qoftë se nuk largohen prej jush, nuk ju ofrojnë paqe dhe nuk heqin dorë nga lufta kundër jush, atëherë kapeni dhe mbytni kudo që t'i takoni. Kundër tyre u kemi dhënë fakte të qarta. Asnjë besimtari nuk i është lejuar të mbys besimtarin tjetër, përpos gabimisht. E kush e mbyt gabimisht një besimtar, ai është i obliguar ta liroj një rob besimtar dhe shpagimin e gjakut. Nëse i afalin familja gjakun, në qoftë se ai i mbytur i gabimisht është besimtar, por i takon popullit që është armik i juaj, atëherë është obligim vetëm lirimi i një robi besimtar. Në qoftë se ai i mbyturi është nga ai popull që keni marrëveshjen me të, atëherë është obligim shpagimi i gjakut që i dorëzohet familjes së tij dhe lirimi i një robi besimtar. E kush nuk ka mundësi të liroj një rob, let agjëroj 2 muaj rresht si pendim i pranuar ndaj Allahut. Allahu është më i dijshmi, ligjëdhënësi më i drejtë. Kush e mbyt një besimtar me qëllim, dënimi i tij është xhehenemi, në të cilin do të jetë përgjithmonë. Allahu është i hidhëruar ndaj tij, e ka mallkuar dhe i ka përgatitur dënim të madh. O ju që besuat, kur marshoni në rrugën e Allahut për në luftë, të jeni të matur, të mos nguteni, e mos i thoni atij që ju shpreh selamin, besimin, nuk je besimtar, duke kërkuar me të mjet, mall të kësaj bote, pse te Allahu janë begatit e mëdha. Ashtu, jo besimtar, ishit edhe ju më parë, e Allahu ju dhuroi besimin. Pra, sqaroni mirë, Allahu e din në hollësi çka veproni. Nuk janë të barabartë prej besimtarëve ata që ndejten nuk luftuan dhe ata që me pasurinë dhe me jetën e tyre luftuan në rrugën e Allahut, me përjashtim të atyre që ishin të penguar pa vullnetin e vet. Ata që luftuan me pasurinë dhe jetën e tyre, Allahu i gradoi në një shkallë më të lartë mbi ata që ndejten me arsye. Por të gjithëve Allahu u premtoi shpërblim, ndërsa ata që ndejten pa arsye, Allahu gradoi luftëtarët me një shpërblim të madh. Vende të larta me falje gabimesh e mëshirë nga ai. Allahu është që fal shumë dhe mëshiron. Engjit që u morën shpirtin atyre që ishin mizor të vetvetes ju thanë: "Në çka ishit ju?" Ata thanë: "Ne ishim të paftë në atë tokë." Engjit ju thanë: "A nuk ishte e gjerë toka e Allahut e të migronit në të, e të praktikonit lirisht fenë e Zotit? Vendi i tyre është xhehenemi dhe sa vend i keq është ai." Përveç atyre që ishin të paftë nga burrat, gratë e fëmijët që nuk kishin mundësi të gjenin as mënyrë as rrugë për shpërngulje. Atyre do t'u afal Allahu. Allahu është që e shlyen e fal shumë gabime. Kush shpërngulet për hir të fesë Allahut, ai gjen mundësi të madhe dhe begati në tokë. E kush del prej shtëpisë si migrues te Allahu dhe i dërguari i tij dhe e zë vdekja në rrugë,
te Allahu është mëshirues, mbulon të metat. Kur të jeni në udhëtim sipër, nuk është mëkat për ju të shkurtoni namazin, nëse frigoni se jo besimtarit do të sjellin ndonjë të keqe. Jo besimtarët janë armiqtë tuaj të hapët. Kur të jesh ti, Muhammed, bashkë me ta dhe ju fal namazin, një grup prej tyre, duke i bartur armët, le të vi e le të falet me ty, grupi tjetër në roje, e kur të bie në sejdë të kryen një rekat, këta le të qëndrojnë mbrapa jush në roje, e le të vi grupi tjetër që nuk është falur e të falet me ty, dhe le t'i bartin armët dhe të jenë në gjendje gatishmërie. Ata që nuk besojnë e dëshirojnë mos kujdesin tuaj ndaj armëve e mjeteve që t'ju vërsulen një herë me të gjithë fuqit. Nëse jeni të lodhur nga ndonjë shi ose jeni të semur, nuk është mëkat të mos i bartni armët, por mbani gatishmërinë tuaj. Allahu ka përgatitur dënim nënçmues për jo besimtarët. Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun, kur jeni në këmbë ulur të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, pse namazi është obligim për kohë i caktuar për besimtarët. Mos u tregoni të dobët në ndjekjen e armikut, pse nëse ndjeni dhëmbje, edhe ata ndjejnë dhëmbje sikurse ju, e ju shpresoni nga Allahu çka ata nuk shpresojnë. Allahu është i dijshëm, ligjdhënës i matur. Ne të zbritëm ty, Muhammed, librin, Kuranin, me plot të vërteta, që të gjykosh mes njerëzve me atë që të mësoi Allahu. Mos u ngatro për tradhtarët, mos u dil në ndihmë. Kërko falje për këtë, Allahut, Allahu fal mëshiron. Mos polemizo për ata që tradhtojnë vetveten, Allahu nuk e do atë që është gënjeshtar e mëkatar. Ata fshihen, turpërohen për njerëzve, e nuk turpërohen për Allahut, e ai është me ta edhe kur planifikojnë fshehtas thënie me të cilat nuk është i kënaqur ai. Allahut nuk mund t'i shpëtojnë veprimet e tyre. Ja, ju jeni ata që i mbrojtët, gënjeshtarët, në jetën e kësaj bote. Kush do të polemizoj me Allahun për ta ditën e gjykimit, apo kush do t'i marrë në mbrojtje? Kush bën ndonjë të keqe apo ngarkon veten, pastaj kërkon falje te Allahu, ai e gjen Allahun falës dhe mëshirues. Kush bën ndonjë mëkat, ai ka ngarkuar vetveten, Allahu i di hollësit, është të gjykatës i drejtë. Kush bën ndonjë gabim ose mëkat, e pastaj atë i ahull një të pafajshmit, ai ngarkohet me një shpifje e me një mëkat të hapët. E sikur të mos ishte dhuntia e Allahut dhe mëshira e tij ndaj teje, një grup prej tyre do të humbte ty, por ata nuk humbin tjetër pos vetes së tyre. Ty nuk mund të dëmtoj asgjë. Allahu të shpalli ty librin dhe sheriatin, të mësoj çka nuk dije. Dhuntia e Allahut ndaj teje është shumë e madhe. Në shumë biseda të tyre të fshehta nuk ka kurfar dobije, përveç bisedës kush këshillon për lemosh, për ndonjë të mirë ose pajtim mes njerëzve, e kush i bën këto duke pasur për qëllim vetëm kënaqësinë e Allahut, ne do t'i japim më vonë në botën tjetër shpërblim të madh. Kush i kundërvije